Të filloj muajin sa më ëmbël dhe sa më mbar. Do përgatisim së bashku këtë ëmbëlsirë fantastike me petët sfoljat dhe me kremin pastiqer. Në fillim do marrim petët sfoljat duke i shpuar me një piru dhe do i pjekën në temperaturë 180 gradë për 15 minuta. Pastaj do përgatisim kremin pastiqer me 1 litër qumësht dhe kremin pastiqer të shpejt. Gjysmë të gashëm, shikoni rezultatin dhe shikoni përsëri rezultatin e pjekjes së petës sfoljat. Marrim një tepsi, e shtrojmë pjesën e parë të petës dhe do shtojmë kremin pastiqer. Do e hapim mirë dhe do shtojmë lule shtrydhe të freskëta, vendosim përsëri petën sfoljat sa krokante dhe sa e mirë është. Dhe pastaj do vendosim kremin diplomatik që kemi përgatitur krem pastiqerie dhe kemi shtuar panën pastiqerie. Dhe kjo quhet kremi diplomatik. Në fund do marrim grincat e petët sfoljat, të pushojmë mbi 4 orë në frigorifer dhe është gati. E zbukurojmë sipas dëshirës, një ëmbëlsirë fantastike e lehtë dhe e shijshme. Për të përgatitur këtë lloj recete kaq fantastike, produktet i gjeni në çdo dyqan në Ranzi Organic Market. Like, follow Tidis Kitchen dhe po ashtu kompania Neranci.